Një aksident I rënd trafiku I ndodhur para 2 ditësh në Sloveni I ka marrë jetën një të riu nga Kosova. Viktima është Leonid Kastrati, 28 vjeç, nga fshati Turjak I Malishevës. Sipas informacioneve, aksidenti tragjik ka ndodhur në autostradën A1 në drejtimin Ljubljan-Maribor pranë Slovenska Bistricës në veri të Slovenisë. Një autocistern me karburant është përmbysur dhe është përfshirë nga flakët, duke shkaktuar pasoja fatale. Policia slovene ka njoftuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit. Shoferi I autocisternës, I cili ishte në drejtim të Mariborit, ka humbur kontrollin mbi mjetin, ka goditur barierën ndarëse të korsive dhe është përmbysur në kahun e kundërt të autostradës. Më pas në aksident është përfshirë edhe një furgon. Si pasojë e aksidentit, përveç humbjes së jetës së 28 vjeçarit nga Kosova, 2 persona të tjerë kanë mësuar lëndime dhe kanë marrë trajtim mjekësor. Ngjarja ka tronditur familjen, miqt dhe mbar komunitetin, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Ndërkohë lamtumira e fundit të ndjerit I u dha sot në varrezat e fshatit Turjak, lagja e madhe.